Jam e sprovuar me burrin, është i pa udhëzuar, më ofendon me fjalë të rënda, më nem, pra më mallkon, nuk del me mua askund, unë punoj në gjitha hollat mi merr, unë se kam pyetur për mbulesë, as për namaz, as për të lexuar Kur'an. Ne kemi 4 fëmijë, fëmijët më largon nga namazi dhe leximi i Kur'anit, dhe më thot, sa të rritën këta 2 fëmijë të vegjël, do të ndahem nga ti. Këto kohëve të fundit jam larguar nga shtatë dhe nuk i përgjigjem, desha të them ai hyn hak. Allahu ta letësoft. Inshallah kjo pyetje ju shërben motrave muslimane që kërkojnë burra me para, burra me nga knej, anej, knej gjithanej, urdhna. Shembulli. Fadhfar bidhati dini teribet jedak. Shif njeriu besimtar. Shif atë që ka besim. E fut veten sprov. Vallahi bila ka shumë pyetje të tilla që vijnë. Se s'ka pa fen dhe besimin, ka pa paran, ka pa qefin, ka pa pamjen, edhe s'ka pa asnjë gjë tjetër. Pastaj i del muzat, muhabeti. Po s'mlendja, po falja, po namaz. Po këto muhabete t'ishte bo martesa tamam, ishin bo gjitha këto muhabete në fillim. Unë jam kjo që jam, 1, 2, 3, 4, 5. Unë me ty, zotni, nuk mund të martohem pa pranu islamin, pa u bo musliman, pa e von ballin sejdë, të paktën për ditë xhumaje, të paktën me agjëru Ramazanin. Ç'është kjo punë kështu? Edhe ndodhen tilla situata. E rëndësishme në hak nuk i hyn, po puna është duhet me qetë zgjidhje për këtë lloj situate.